E shkak që isha adoptuar ishte nona, e cila ka insistu. Normal edhe familja, për kraje e familjes. Unë familjet e tona janë fetare, edhe shpesh dinin që me më thonë, hajde ullun na e këno një asher. Blidheshin, i madhe i vogël, hajde këno diçka, edhe më stimulonin. Me të shtytë mu bëhoq, pinë fëmëri. Pinë fëmëri. E kujtoj unë ai migja im, rahmeti pas shpiriti, Aga Nexhati, ai kur vinte mysafir të na, pësa ishte një njëri cili kishte ndet me shumë xhallarë dhe e nësë vone këmë kuptu se o xhallarët i kishtë pas shok, kokat e o xhallarëve, jo vetëm o xhallarë, për kokat e o xhallarëve dhe profesorëve, i kishte pas shumë tafërt. Pa e kur vinte, ma parashtike në i pytje, shemë për historinë e pejgamberëve, apo diçka rreth abdesit, apo në i mesele, kështot, hajde thjesht, edhe unë e bajki u shtrëngojsha me ja tregu atje, me ja shpjegu, po ai e në zvone këmë kuptu se kishte pas qëllimin që mu me më stimulu, me më zbukuru o xhallëkin, ligjerimin, mësimin, po edhe tjerë që nuk din të mësojnë diçka, se ati i ka ardhan ndoshta si ma i madh me va thonë si ndoshta kishte tinglu si me va imponuaj, që ka boj kështu në këtë formë, edhe mu më ka stimulu, edhe ata i ka mësu, por nga nga tjetër, edhe ma ka zbukurua xhallëkin. Ma ka zbukurua xhallëkin. Populli jonë, anë e danë e ka dasht, ligjerimin për fe. Familjet e tona janë familjet që janë rritë me fe dhe janë zhvillu me anë të fesë. Dhe feja është pjesë përbërëse e kulturës tonë, e fjalorit tonë, modestis tonë, e humanizmit tonë. Andaj ky popull është human, është i mirë, është i socializum, shoku i elementeve fetare.